Si shndërrohet uraniumi pothuajse i nivelit të armëve në diçka të padëmshme. Marrëveshja e përkohshme për paqe mes Shteteve të Bashkuara dhe Iranit parashikon që Tehrani duhet të hollojë rezervat e tij bërthamore apo materialin që teorikisht mund të përdoret për prodhimin e një bombe. Dhe fjala kyç në këtë marrëveshje është hollimi. Por çfarë do thotë kjo në të vërtetë? Le t'ja nisim nga pasurimi. Uraniumi në gjendjen e tij natyrore është kryesisht i padobishëm, si për armët, ashtu edhe për reaktorët bërthamor. Pasurimi është procesi i rritjes së përqendrimit të një izotopi të caktuar, U-235, duke rrotulluar gazin e uraniumit në centrifuga me shpejtësi jashtëzakonisht të lartë. Karburanti për centralet civile bërthamore kërkon rreth 3 deri në 5% pasurim. Materiali për armë bërthamore kërkon 90% ose më shumë. Irani ka pasuruar uraniumin deri në shkallën prej 60%, jo nivel armësh, por mjaftueshëm afër saqë koha e nevojshme për të arritur 90% matet me javë, jo me muaj apo me vite. Hollimi është procesi i kundërt. Materiali me pasurim të lartë hollohet duke u përzier me uranium me pasurim më të ulët ose natyror, duke ulur përqendrimin e U-235 përsëri në nivelin e nevojshëm për karburant reaktorësh. Kjo teknikë nuk është e re. Pas përfundimit të luftës së ftohtë, Shtetet e Bashkuara dhe Rusia u përballën me një problem. Çfarë të bënin me uraniumin që vinte nga 10 mijëra koka bërthamore të çmenduara? Përgjigjja e tyre e formalizuar në një marrëveshje të vitit 1993, të njohur si programi Megaton në megawatt, ishte ulja e nivelit të pasurimit të 500 tonëve uranium rus të nivelit të armëve, sasi e mjaftueshme për rreth 20.000 koka bërthamore, dhe shitja e karburantit të përfituar për centralet energjetike amerikane. Kur programi përfundoi në vitin 2013, ai po gjeneronte rreth 10% të rrymës së SHBA-s. Pse ka kjo rëndësi për Iranin tani? Washingtoni dëshironte që Tehrani të nxirrte të gjithë rezervën e uraniumit të pasuruar jashtë vendit, në Rusi, siç kishte bërë Irani në kuadër të marrëveshjes bërthamore të vitit 2015, ose ndoshta në Kazakistan, i cili gjithashtu ka qenë përfshirë në transferime të mëparshme me rrezik të lartë të materialit bërthamor. Irani refuzoi. Në vend të kësaj, marrëveshja parashikon që procesi i hollimit të kryhet aty ku ndodhet materiali, në mbikëqyrjen e Agjencisë Bërthamore të Kombeve të Bashkuara, por në tokën iraniane. Irani e mban atë në zotrim fizik. Uraniumi hollohet deri në atë pikë sa nuk konsiderohet më një kërcënim për prodhimin e një bombe, por ai nuk largohet kurrë nga vendi. Megjithatë, mbeten ende detaje të rëndësishme për t'u sqaruar. Mekanizmi konkret, sa material do të hollohet, sipas çfarë afati kohor dhe në çfarë regjimi inspektimesh do të negociohet gjatë 2 muajve të ardhshëm. Marrëveshja përcakton një minimum, jo një maksimum. Hollimi është minimumi për të cilin Irani ka rënë dakord. Ajo që do të kërkojë marrëveshja përfundimtare mund të jetë më shumë se kaq, ose bisedimet mund të dështojnë para se të arrihet deri aty.